Pushuesit nga Kosova e Maqedonia duket se nuk e kanë më Durrësin preferencën e tyre të parë për të kaluar pushimet në Shqipëri. Kjo shihet qartë nga frekuentimi i hoteleve buz plazhit, edhe pse jemi në kulmin e sezonit turistik, shumë nga dhomat janë bosh. Më e rëndë është situata sa i përket banesave private ku këtë verë kanë munguar prenotimet. Çmimet kanë ngel ashtu siç kanë qenë më para. Po, ne nuk kemi nuk është se i kemi ngel çmimet, po. Ndoshta me dhomat pak kanë ndryshuar çmimet, një ngriti çik, po. Prap çmimet janë më lirë se ku do mbregdet shqiptar tjetër. Një rënje e punës këtë sezon vjet re edhe tek tregtarët ambulant. Ata thonë se edhe pse nuk ka rritje çmimesh, blerjet janë fare të pakta. A ka rënje? Gjysmë për gjysmë. Jo, se çmimet, çdo çmimet si kanë qenë. Po punë nuk ka shumë, po s'kemi punë, për shënë dalim këtu se mision nuk diç. Çmimi për akomodim në hotelet dhe banesat pranë plazhit të Durrësit varion nga 20 deri në 40 euro nata.